Roxy vendos t'ia thot sekretin e madh babait, por magjistarët e shkatrojnë të moment. Ndërkohë Wingsat, Sky dhe specialistët përgatiten për betejën e fundit, ndërsa kafshët që udhëhiqen nga Kiko dhe Artuja nisin një mision shpëtimi të tyrin. Kur qeni Roxyt është në rrezik, ajo transformohet në zanën e kafshëve. Na jep një rrethin e bardh. Ky është paralajmërimi ynë i fundit. Asnjëherë, o Gron. Nuk do t'i dorëzohemi shantazhit tënd. Mbroni Roxy dhe baban e saj. Ne do merremi me magjistarët. E po, të paktën do përpiqemi. Tani je imja. Blum, nuk do ta mbaj dot për shumë kohë. Duhet të largohesh sa më shpejt, tani. Por Sky, ne nuk mund të të lëmë ty këtu. Çojeni Roxy në një vend të sigurt. Ne do vim pas jush. Sky! Besoj ati, specialistët do ja dalin ban, jam me sigurt. Mos u shqetëso, do të mbrojmë ne. Wings Zoomix! Jo! Nxitoni, kërkoni në për të gjithë qytetin. Dua Blumin dhe rrethin e bardh. Shkatroni gjithçka po gjeni. Vrapo, Anagan, vrapo. Ti nuk ke ku më fshihesh, jo. Artu! A ishtë më mirë tani, Roxy. Do t'jetë mirë, do t'a shikosh. Oh, baba, u tregua kaq shtrim, po tani... Roxy, dëgjoj. Më lër të qetë, nëse nuk do ju kishte atakuar juve, gjithë kjo nuk do kishte ndodhur, s'dua të jem zan. Do doja të kthesha prapa në kohë. Unë e di shumë mirë se çfarë po ndjen ti, tani më beso, por të duhet të përballesh me shumë prova të tjera. Një zan jeton gjithmonë për të tjerët, ajo nuk jeton kurrë për veten e saj. Jo tani. Ajo tani ka shumë frikë, Blum. Ri këtu me të, Blum. Do merremi ne me gjuajtarët e zanave. Në rregull, Helia. Detektori po më tregon se Anagani duhet të jetë diku këtu pranë. Shumë pranë. 10 metra po më tregon. Ndoshta edhe më pak. E çuditshme, nuk duhet ta kishim parë tashmë. Ai është këtu, po ta them unë. Unë humba sinjalin. Çfarë? Është e pamundur që Anagani të zhduket kështu. Negative. Mjeti po punon në rregull. Le të ikim prej këtu timi. Kështu jemi shumë të zbuluar dhe bëhemi shenjestre lehtë. Tani thotë që Anagani po afrohet me shpejtësi. Prit, ai ndaloi. Nuk e shoh gjikundi. Nuk ka njëri aty. Çfarë tregon lokalizuesi timi? Ku është? Në bazë të lokalizuesit, ai duhet të jetë këtu. E ke gabim. Ha? Jam këtu lart.
Qesharake, kujtuat se do të ma hipnit me këto vogëlsira. Lojra tuaja janë të bukura, por përpiquni të ndesheni si burra. Flora? Do një ndim, djema? Ti ajo që ke nevoj për ndim. Hej, jam këtej! Përshëndetje! U lodhe që tani janë gat? Forca! Le të vazhdojmë lojën. Hëpra? Me sa duket Anagani pas ka ngecur keq. Rufeja e verës! Po, ja do në mban. Magjia natyrës së Florës është shumë e fortë. Ai nuk do arri dot të lirohet. Era e vjeshtës! Kujdes, është pas teje. E ka fjallën për këtu. Flora! Më duhet ta pranoj, ju jeni insektet të bezdisura. Por kam humbur tash më shumë kohë me ju. Miru pafshim, frigatak. Ti e ke gabim. Unë nuk kam frikë. Dhe do ta tregoj këtë gjë. Fluturim të mbarë, specialist. Çfarë është kjo? Një kafaz me reze lazer? Tekna! Përshëndetje! Shpërthimi Tekna! Hapuni! Kujdes! Hapsura! Nuk po e shikoj më Dumanin. A e shikon ti Riven? Jo, nuk e shikoj, por ja ku është shoku i ti. Gantlos. Jo keq Gantlos, por sulmi i valve të tua sonike nuk krahasohet me të mijat. Goditja stereo! Hej, magjistar, bëri syzet e diellit. Do kesh nevojë për ta. Universi i dritës. Sytë mi! Oh, forca, syt nuk janë problemi yti vetëm. Do një këshill të vogël, ndrysho stilist. Ju lumt vajza. Është Roxy me ju? Mirë është ajo? Po, ajo është në një vend të sigurt me Blumin. Ju sugjeroj të shkoni tek ajo, para se ogroni ta gjej. Ai po gënjen. Ha? Hë? Është Dumani. Ai do që ta çoni te Blumi dhe pastaj ti marr rrethin e bardh. Je shumë llafazan ti mashtrues. Le të shohim nëse je po aq i mirë dhe me shpatën. Riven, bëj diçka, duhet t'i ndihmojmë ata. Cilin prej të dyve duhet të ndihmoj? S'mund ta dim kush është Brendoni vërtet. Mendoj se duhet t'ia dali vetëm. Jo! Daloni! Më shpëto Stella. Gjuaje. Jo, mos e dëgjoj atë. Unë jam Brendoni vërtet. Është e vërtet Stella, të betohem. Vish zemrën tënde. Mos e bëj. Unë jam i dashuri yt. Brendon. Unë të kërkoj të falur për keqkuptimet e këtyre ditëve të shkuara. Ishte një gabim i madh që ndodhi me Micin. Besom, ti je vetmja për mua, Stella, dhe ti e di këtë gjë. Më beso, unë gjithmonë të kam dashur vetëm ty. E di që je shumë konfuze, por duhet të dëgjosh zemrën tënde. Vetëm zemrën tënde. Ti ke të drejtë, dhe këtë do të bëj tani, Brendon. Studia diellore!
ishte një problem të rënd. Nuk dyshova për asnjë moment e ti. Gënjeshtar. Do e të bëj lojë të rënd apo jo? Atëherë afro dhe lufto. Prit për mua, Riven, ne jemi një skuadër. Vërtet? Pa çfat atëherë? Mos e bëj, Riven. Çfarë fillestari? Riven! Riven! Je mirë? Çfarë? Ki kujdes, Muza! Shko në shtrat, djalosh! Ti nuk mëson kur! Uradani Andrasit! Rrugë të mbarë! Kjo është ndalesa jote! Të erdhi koha të spresësh! Duhet ta dirë se unë nuk udhëtoj dot vetëm. Mbreti udhëton gjithmonë në klasin e parë. Më vjen keq, të erdhi fundi, madhëri! Po largohesh nga qyteti, Blum? Pse po mziton? Nuk më the as lam të mirë. Zemre e dragoj! Vetëm kaq? Po më në vlerëson. Shigjet e zjarit e gjen gjithmonë shinjestërën o gron. Mirë që ma the. Kjo është fantastike. Të shkojmë në nivelin e dytë. Kujdes, Blum! Blum! Roxy, ti e shpresa jo në fundit. Mere. Jo! Nuk dua që energjia negative e rrethi të bardhë të më kontrolloj përsëri. Nëse bie në duart e ogronit, do t'jetë fundi për të gjitha ne. Të lutem, Mere. Tani unë nuk mund ta mbroj më. Jo, Blum! Asaj e ra të fikët. Nuk e njeri që të mbroj tani. Je vetë me tani vajzë. Lëre të qetë. Ajo është vetëm një vajzë e vogël. Po, një vajzë e vogël e jashtëzakonshme. Shumë e jashtëzakonshme nëse më pyet mua. Babi! Ky është fundi, Roxy. Shoqet e tua vuajtën shumë për shkakun tënd. Ç'kuptim ka të vazhdosh luftën? Eja me mua. Më jep rrethin e bardhë. Mos e dëgjoj atë, Roxy. Nëse bën si të them unë, nuk do ta vras baban. Të premtoj. Ndryshe, do ta shkatroj atë bashkë me të gjithë qytetin. S'mund të jetë e vërtet. Jo! Mblidhe mendjen shpejt, Roxy. Kjo është e pabesueshme. Kur se ka parë qiellin kështu? Forca! Këtu është e rrezikshme. Eja të kthehemi te grupi.
mirë, po ka një problem. Ti nuk je në grupin ton. Sulmi harmonik! Griu dhe më ndiq. E ndjej shumë qartë gjurmën magjike të ogronit. Zana e tokës është me të. Muza, nga e dije që nuk isha unë. Të njoh ty shumë mirë. S'të ka pëlqyer kur të punosh në grup. Mjaft. Shko, Roxy, ti e një vaj speciale. Gjithnjë ke qenë e tillë për mua. Unë nuk jam speciale. Duhet të kthehem në shtëpi me ty, baba. Duhet të harroj gjithçka. Ma jep rrethin e bardhë dhe do t'jesh në gjendje ta bësh. Ne jemi ato që zgjedhim të jemi, Roxy. Mund t'ja japësh fund gjithë kësaj. Ti je një zana e kafshëve. Mos e harro kur këtë. Rrethi i bardhë është një armë e fuqishme, Roxy. Mos ki frikë. Përdore. Lufto. Jo, nuk do të guxoje. Përpjekje e padobishme. Kështu e dënove Gardenian. Ajo do të shkatërrohet. Tani do ta paguash shtrejt këtë. Ngriu, Roxy. Ti ke një fuqi të madhe. Energjia e tokës është brenda teje. Përdore siç duhet. Gjithçka në rregull. Po përse po e bëjnë këtë? Wings, Besimix, fuqia e jetës. Bëj që energjia e mirë e dragojit t'ju mbroj. Sa mrekullueshme. Është magji, zemra ime. Një magji shumë e mrekullueshme. Ti je një zanë e vogël e përrallave, apo jo? Po, zanat ekzistojnë. Pse ndihem kaq i dobët? Kjo nuk ka kuptim. Gron, çfarë po ndodh me ne? Nuk kemi më fuqi. Unë nuk kam më fuqi të transformohem. Ky është efekti i fuqisë së Besimix. Toka beson përsëri tek zanat magjike dhe kjo është fuqia jon. Gardenia ka besim tek ne tani. Zemra e dragoj. Hej, shikoni, po ndodh me vërtet. Unë e besoj, zanat janë mes nesh. Shikoni sa shok të rinj. Në pemën tonë të jetës dega i tokës nuk ka qenë kur ka shumë e lulëzuar. Fal Wingsave, më në fund do të lulëzoj sërish pas një kohe kaq të gjatë. Zanat e reja do të fluturojnë përsëri mbi tokë. Why can't you say you love me? And I can't take this anymore. I've had enough of rainy days. Just say you're sorry, it's too late. My life has just begun. I'll be okay. That's why I'm walking out the door. Who can love a heart of stone? It's me, myself, and I'll be just fine.
Në episodin e ardhshëm, Roxy dhe Wingsat u bën lojtarët e Gardenias dhe tani janë shumë të famshme, por përsëri duhet përballen me sfidën për të kthyer magjinë te bota e njerëzve. Në pjesën tjetër, ato duhet të prishin planet e tregtarëve të pashpirt të kafshëve. Jetë është e bukur, ne çdo angër është e